Ceremonia e varrimit të babait të kryeparlamentarës dhe ushtruesës së detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu është mbajtur sot në fshatin Lupç të Podujevës, ku i ndjeri u përcoll për në banesën e fundit. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, së bashku me deputet dhe ministra të kabinetit të tij. Në mesin e të pranishmëve ishte edhe ish presidentja Vjosa Osmani, e cila mori pjesë për të shprehur ngushëllimet. Në ceremoni mortore kanë marrë pjesë edhe shumë përfaqësues të tjerë të skenës politike, përfshirë figura nga partitë opozitare. Ndërta ishin edhe Dauta Radinaj dhe Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen Haxhiu. E në një postim në Facebook, Haxhiu shkroi se humbi mbështetësin e saj më të madh dhe tha se do ta kujtoj për herë. Ai ishte shtylla jon më e fortë, mbështetësi më i madh, njeriu që na mësoi respektin për të tjerët dhe që me dashuri të pastër dinte të na mbante gjithmonë të bashkuar. Do të dua për herë dhe nuk do të harroj kurrë bab. Do të më mungosh shumë, ka shkruar Haxhiu.